Shumë lajt që i mbështet Gjestin dhe Eglin, kthimi i saj plot me zemër me tregon ndjenjat e saj të sinqerta. Aktori e shkrimtori i njohur Shumë lajt që ka bërë një reagim të fortë në lidhje me polemikat rreth dy konkurrentëve të Big Brother VIP, Eglit dhe Gjestit. Përmes një deklarate emocionale, ai dënoi ashpër bullizimet dhe sulme ndaj tyre, duke i quajtur të padrejta e të dëmshme. Ai theksoi se vlerësimi i individëve nuk duhet të bazohet në paraqitje apo rigjinë, por në veprat e tyre të mira. Ai doli në mbrojtje Gjestit duke i kritikuar ata që sulmojnë, ndërsa vlerësoi si një vajzë të talentuar e të ndjenjë për respekt, por edhe si shift kishte e simpatik e tij. Teksa në postimin e tij në Facebook për dyshën ai tha: "Kingu me Queen-ën në peshën e finalistëve. Më të merron fakti që ju e bullizoni, e përqeshni e në përkëmbni, i thoni edhe ato fjalë që si thuan as kafshës. Nuk më gëzon fakti që futeni mes dy zemrave, njërën e mbroni, tjetrën anatemoni. Mos e gjykoni vajzushën, ajo ka të drejtë që u kthye plot pezëm, sepse djaloshi s'diti çka kishte në grusht kur fluturoi zogu. Ata janë dy të rinj, një djalosh që ka ndërprer shkollimin e një vajzë brillante, aktore, këngëtare, poete, një njeri plot dituri. Ju më shani edhe mua që shkruaj për idilen e lënë për gjysëm, për vazën e thyrë të një romance, dhe më nënçmoni që shikoj emocione të tilla si Big Brother VIP, sepse juve ju pëlqen debatet politike, fyerjet, sharjet, mallkimet e pushtetarëve. Por e keni gabim, sepse njeriu mëson edhe nga këtë këqijet, edhe nga gabimet e shëmtit në emisionet të tilla. Eglin e Gjestin i shoh si fëmijët e mi dhe më mbushet zemra me guximin e tyre, me elan, me dashurinë për të bukurën dhe për vullnetin për të qenë dikush. Vazhdo besart se edhe ne të pashkoll kemi ditur të hapërrojmë shtigjeve, të mbajmë familjen me kurrizin drejt. I varfër nuk je ti që si e princ, por i varfër është ai që s'ka zemër e trurin e ndes ti kasht. Unë ju dua të dyve, kështu që jeni të dashuruar, por që s'doni ta pranoni e s'keni guximin të kurërzoni dashurinë. Kingu me Queen-ën në peshën e finalistëve, shkruajti ai.